Ferma VIP vijon të jetë epiqendra e emocioneve dhe surprizave në ekranin e Vision Plus, duke mos njohur asnjë moment qetësie teksa javët kalojnë. Mbrëmja e 13 prajm i kushtoi vëmendje të veçantë raporteve të ndërtuara mes konkurrentëve, llogaritjes së aleancave, diskutimeve të forta, por gjithashtu nuk u kursyen as surprizat. Një moment shumë emocionues ishte letra e prindërve të Albës. Ata i shprehen mbështetjen dhe krenarim për mënyrën se si po e përballon lojën. Shijoj qëndrimin tënd në ferm. Të duam pafund. Letra erdhi pas një momenti të vështirë kur prindërit nuk pranuan ta takonin në ferm, çka e bëri surprizën edhe më të fortë emocionalisht. Marrëdhënia e Albës me Limin, që shpesh ka patur momente uljesh dhe ngritjesh, duket se ka marrë një tjetër rrjedh gjatë kësaj jave. Afrimi i fermerit me nenën, që pas futjes së saj në ferm, ka bërë që raportet të lëkunden, ndaj dhe për këtë arsye, Alba ka kërkuar largimin. Se nuk kam ndërmend që ndroj as pak më gjatë në mes gjithë intrigave që bëhen këtu. Një deklaratë e papritur e saj ndryshoi gjithçka. Moderatorja Luana Vjolca sqaroi se, sipas kontratës, Alba duhet të qëndrojë edhe 24 orë në ferm përpara se të marrë një vendim përfundimtar. Duhet të realizohet 24 orëshi, siç e keni të nënshkruar në kontratë. Por vendimi... Ndërkohë, gara në ferma VIP mori një tjetër kthes dramatike me sfidën e javës. Ester, si kryefermerja në detyrë, zgjodhi Big Bastën dhe Anduelin për përballje. Në vijim të rregullave, secili prej tyre duhet të zgjidhte një partner për kundërshtarin. Big Basta zgjodhi që krah Anduelit të ishte Frederiku, ndërsa Andueli vendosi që Randi të bashkojë me Big Bastën. Por formula vazhdon. Sfida spektakolare që përfshinte kalimin përmes telave në shi artificial dhe më pas mes flakëve u fitua nga çifti Big Basta e Randi. Përpasoj, Andueli dhe Frederik Ndoci u dërguan automatikisht në televotim. Ata zgjodhen që të merrnin me vete dhe 2 konkurrentë të tjerë, Limin dhe Elinarën, duke plotësuar kështu 4-shen që do të përballet me votën e publikut. Një tjetër moment i paharrueshëm i kësaj mbrëmje ishte ditëlindja e këngëtares Vesa Luma, e cila festoi në ambientet e fermës me një surprizë për bashkëshortin e saj, Big Bastën. Ferma VIP po hyn në një fazë vendimtare me emocione dhe tensione që rriten çdo ditë, teksa çdo konkurrent përballet jo vetëm me sfida fizike, por edhe me ato emocionale që e bëjnë këtë reality një nga më të ndjekurit në ekran. Ndaj, për të mos humbur asnjë moment, Ferma VIP transmetohet 24 orë në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Duam shumë natën e mirë, shihemi në prajmin e ardhshëm të premten mua.